Tani sa i përket të dhënave zyrtare që burojnë nga vetë komunat për ndërtimet pa leje, nga 80 komuna në nivel shtetëror, unë kam të dhëna zyrtare nga vetëm 79 komuna. Do thotë një komunë, për çfarë arsye unë nuk e di, gjithmonë refuzon të bashkëpunon me institucioni shtetëror. Bëhet fjalë për komunën e Sarajit, i kam edhe kërkesat zyrtare, ja kam adresu edhe kësaj komune, sikur gjithë komunave tjera, dhe këto dokumentacione do t'i late ju si medium t'i shigjoni. Kam edhe përgjigje nga po e njëjta komunë, të cilat mundohen me lloj-lloj arsyetime banale, duke kërkuar ligje dhe kërkojnë mbështetje se ku buron përgjigje atyre dhe refuzojnë të bashkëpunojnë me Inspektoratin Shtetëror të Ndërtimit. Unë edhe pjesën tjetër të dokumentacionit, kur e kam analizu, e shoh se gjithmonë ka qenë komuna që asnjëherë nuk ju ka nënshtruar kontrolleve të Inspektoratit Shtetëror dhe Urbanizmit. Çka fshehin ato me ato të dhëna unë nuk e di, do thotë nuk kam qasje në atë institucion. Çdo kontroll, qoftë rregullt ose qoftë e jashtëzakonshme, gjithmonë përgjigjen ka atje i marrim sikur tendencioze. Do thotë kanë kriju një mentalitet brenda institucionit se dikush për qëllime të ndryshme shkon atje dhe kërkon dokumentacion. Thjesht janë kontrole vjetore që duhet t'i plotësoj programet e mia vjetore që i kam parapame. E vetmja komunë që unë nuk kam asnjë të dhënë zyrtare se çka ndodh atje. Tani, unë këtë nuk e përmend për shkak rastit të komunës së Çajirit që të bëj një paralel. Thjesht, unë e potencova me gjitha të dhënat që i kam, se problemi i ndërtimeve pa leje është problem i nivelit republikan, nuk është problem i nivelit lokal apo i ndonjë komune. Prandaj edhe në këtë rast, kjo komunë nuk pranon oficialisht asnjë të dhënë ta dërgohet te në inspektorat dhe unë nuk kam të dhëna zyrtare se çka ndodh atje. Arsyen e din ato.